Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Alo. Gryo, ka je? Aha. E ngo. Ka të vini tek nina. Ma merë një kuti cigare. Edhe qyshbe një trok kafeve si këshilonve. Një trok kafe si këshilonve. Mare i koftë. Mare i koftë. Mos harra. Keni shërkot ishka. Si mja pas fajnë dikush. Cigaret ati pruna. A ki me pëje. Edhe më s'faqë shumë. Dua. A i të punu? A jo? Ishka. Si të grupore, su ku që ki për më herët. Baba. Ha? Po shti dimën abe, kush i lanë kera në këtë dimën? Hajde, kanë thëmë. Po dhe po. E tjendrit, ati ku përron ku qethën. Atë ka onaj kusha, kem lënaj, dinona jo. Sot i kam lënë 200 lira. E kuj ki për pes? Që ti kam i dhenë? Që ti kam? Më lebe, papi, gjenarit të maje. I vogël është. Azgon. E kru, e ty, kur ti open ato parë që pi pastron banisat? Oh, zot e madha. Të veç atë e maja minën. Veç atë, se kur ka me dhanë paret. Që tërsen mos mina. Qëre, shumë e kish lugujen. Edhe ketë shumë të po, ketë mini ke kyta veti. O ba, edhe registrimi ka të arkerit, duhet ta registrajmë. Ej, mi mlell me paret, unë edhe di se shka baj. Jo mi mlell me paret edhe u kry. E di se shka baj unë. E nuk na duhet kërë. Mshene vete. Sa? Mshene vete. Ma se na të shku në ikona? Më ka kujtu. Pse s'pjanis? Me ndesh flinja. Hakit, unë beto të fitu me flinja. A kjo lëve bab ti edhe flinja të me që me bab. Ma habe bab edhe ti. O në flinja me marrua. Po të... E pse ti s'po qohesh? Njëherë me dalë në sapa. Si ketë si po qohë për shkojnë me punua. Me disë, ma, Ti E di. E, po.
Prej ditës si ku marrë në këtë shpiti mi disi, vërës si e ke bo një dit me punu, kejt për dërve halkeve të pritë të jetu. Mi disi. Allah së ka bërë dhe i kera të lajë njerë. Ka bjerë. Shkuj e kime të dënjasë. Zinëve që me ditë që me smuve, ta ma në gërmus në theja, si jam unë i punës. Mosëm në rëvëzoni se, vallohi, kërë ti marri për plasi. Hajdu të zë të shofnë, hajdu të zë. Diri me të bishpije. Diri me bishpije, le shkupqi. Hetë diri mjashtë. Edhe mos se një dyraj. E së nana, e zbirjen. Kejtë fmit mi lave me trauma, t'ja loj ftyrën të mort, ha? Jashtë, kidër me po, jashtë! Diri mjashtë, hetë mjashtë. Gjë më kemë të atësue, hetë më mjashtë, mos t'i shë. Unë është ka thëmë dhe pikë. Dua, leve shmaketët. Kujna kjo. Kuj? Ti gjellës së stimulon, apo? Gjellë që s'ke qëtu. Ma qëtu. Edhe për gjellë për sot edhe pusho njëre nëse qenët puna të tira betën, se s'ka pun njërë. Mo bese bash familja ime pi mu pritje. Qka me bo me vlashtëm së të pagujve do s'pak punën e tjetë, e pa se u ga nërë punë e diqka. Nëse qenët ma në tonë të tira betën. Sose që kitë ke, diri sa sonë, që edhe një disat kanë mejtë. Nëse qenët ma në tonë të tira betë, s'kom që me vomë. E që shtu, thirë me njerë me mua me lujtë. Ngojni me nanën, unë së dim lidha pare të pastrimit. Amo një 20 euro ati qetrit, nuk do t'ja ka dzej. Ne të rinjë që ati, insan halli, na vinë për të një sen. Po, valla, bile basët. A i gazë në mi dha pare dhe më tha pinesë mësë me shku ma punë. Edhe hajde ka vdësh një këtina. Hajtë me mëse ki gajle, pa i hitë që t'u punue, e ti t'kanë përzanë për pune. Re, mësë bënë merak. O, abi, a vjen tonë berbe. A në vele t'i diri. Mëre shpirë i vogël, edhe ti me pas gajle. Në vend se me dalë, e me lujtë me shakt e toj. Gajle i kiri vitit. E në, bane bukën, se kur t'vija i qetëre e të duroje. E që në i gnova që ti do kompira. Qo? Shkeni shukot. Si pas në deke. Rogat i kini marë. Kini pa me pare. Edhe unë jam gëzim. I fitohë një dhëtero. Po ja po ta bort njën tja dhash. Dhash meri thash edhe si thash më thisha. Ja këthejva. Në bërë që ku bort një dhëtero. E ku i fitohë, valla? S'par s'këve. O, sot, para haramit. Jo nuk është para haramit. Ajo Ja po ta para- bort tja dhash. Dhash edhe si më thash më thisha. Edhe sot haramit ju. Shto është? O, ti njërë, ajo është pare harami. Ajo pare s'duhet me hinë shpe. Me atë pare s'duhesh me ushqy fminë, se ushqin me haram. A ki menu atë punë. Bile, i mirë që qato dhe i të plishe cigare u helmëjshe. Hyli me tartë. Po jo be. Zdeshta me të bërgjli. Jella që të dhëtera thash edhe hetë më thash mos shë. Jo, e më të rogër.
I marëm, po i marëm. Po, Shka me e keqja, dullën, po. pi punë e kanë qitë. A i të pa që shë dhejtë u mërësit. Kush be? Haj majmunja? Haj se unë e zatetja ton. Haj se baba, unë të gjepë unë, robirë. Mos ki dërë. Heke për mena ton. Baba të gjënë punë. Ehi, a shë du... Sa shpejqarën e ban ti, për kejtë. E vetë vetën e vetë, kujdestar, klot shpull, kujdestar shpije ka po. Se shlën shpijen s'livrit. Si më të bo. Kur s'këm dashtë? Bini parët, shka e të më këshyrë? Se ti shka e të më këshyrë? Që ti parët, shka e të më këshyrë? Oh, me nanë. Oh, na i murë këparet kja, na la. Bile harç për shpisi së në banëm në tro. Pra, s'mila parët me plea të patika që i këndeshtë. A vive në me tje me punu të banesat. Shpirti nanas. Ej, hez be meri parët, hez, për dhe mu mi kam pas barq, që thash mi pronën, edhe për t'jap, hez meri se zhu mu ke bon, hez meri, hez, hajde. Ej. O të njerë. Pa harç metëm. Hajda, po të shumë ishkëm i të marrë me në i sen. Ka dalbe gruë, se ko keqë ma keqë, edhe ma keqë se na ko. Pa, ko edhe ma keqë se na. Po za teta kitë këshien, në urë. Po? Shumë e kishë grënë e sundë. Shka pota, krejt e dhash. Mu dhëndë. Shumë dhëndë. Po pse më reje këtu rritën? Kujla e paret? O, por smuje ja dhash. Shka pota krejt e dhash, mu dhëndë shumë. Smujta, as 2 herë me këshyrë. Edhe unë vetë gru kam, as që më në këshyra. Po na pas ke marrë më qafë, më reti zotit ma roft. Që? Alo? Po, grye, Agasnur. Po, në shpena, hajde bëjrum, hajde. As djen mëre, buri, me rejt. Si mull ka na, telefon ke, grye Nurës. Zot ma jep sabrin, Zot, bën ramet, e bën e njëri që ketë. Se zor njëri me i thonë, kejtë ato veç njëri ja. Ky projekt sponsorizohet nga Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira, selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata muslimanë dhe besimtar, të cilët mundohen dhe ecin pas rrugës së pejgamberit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, na lutim Allahun dhul xhelal, gjitha lutjet tona, gjitha ibadetet tona, këtë agjërimin ton dhe gjithçka çka besimtari në këtë muaj të Ramazanit mundohet dhe bën vepra të mira,
inshallah Zoti këto vepra kabul të na i bën ja Rabbel Alamin. Duke pas parasysh se Islami neve na mëson, por edhe i dërguari i Zotit neve na këshillon, çdo herë besimtari në jetën e vet duhet të jetë aktiv, edhe mos jetë nga ata pasiv. Me fjalë të tjera, për me kuptu më mirë, besimtari në jetën e vet duhet të jetë punëtor, sepse punëtorin e don Allahu Dhul Xhelal. Kurse dembelin dhe atë i cili është i mërzitshëm dhe vjen mërzi të punon dhe pret nga të tjerët të fiton, këtë njeri Allahu Dhul Xhelal nuk e don. Na duhet të mundohemi që gjithë ata të cilët mundohen dhe kanë shiku këtë program ose këtë ngjarje të marrin mësim se Islami jon i drejt, Muhamedi jon i zgjedhur i Allahut Dhul Xhelal, neve na ka porositën sepse fëmijët e tonë në familjet tona janë emanet. Edhe baba edhe nana dhe fëmijëve të tyre i kanë disa borxhe. Momentin që na sprovohemi, momentin që na nuk kemi, atëherë edhe baba, edhe nana, edhe fëmijët e tonë, edhe gjemët e tonë, edhe vajzat tona, do të mundohemi me nxjerr kaçorën e bukës, do të mundohemi të kërkojmë riskun, sepse Zoti na ka sprovu. Por momentin që une kam mundësi të punoj, momentin që une Zoti më ka dhënë fuqi, ka dhënë shëndet, dhe nuk du të punoj, dhe jam dembel në punë, dhe nuk du të dëgjoj fare që unë të zgjohem në mëngjes dhe ta kërkoj rrezikun e Zotit, edhe mundohna që une fëmijët e mi, ata të cilët Zoti mi ka dhënë emanet dhe mi ka dhënë dhurat, ti keq përdori, ti maltretoj, dhe unë nga ata të kërkoj fitimin e mëditjeve të cilët me urdhnin e prindërit të padrejt i qonë, pa më parasysh a është në dyqan, a është në market, a është në berber, a është atje, apo a është këtu, e kemi për obligim që emanetin e fëmijëve tonë fillimisht na si prindër, po, patjetër që puna kërkohet, edhe na kemi thonë se puna është fars, mirë po para se qete puna fars, është dituria fars. Zoti në Kur'an, kur ka ardhur me fjalët e para, nuk na ka thonë neve si prind, merrni fëmijët e juve dhe punoni, por ka thonë lexoni dhe mësoni. Atëherë na si prind e kemi për borxh dhe kemi për obligim që fëmijët e tonë fillimisht t'i edukojmë, pastaj t'i mësojmë, t'i shkollojmë, e pastaj me edukim dhe me shkollim dhe me mësim, ato do të arrijnë kvalitetet e tyre, do të arrijnë specializimet e tyre, do të arrijnë me shkollat e tyre, që Allahu Dhul Xhelal edhe ata nuk do t'i lënë pa furnizim dhe pa rrezik. Mirë po ti që insiston dhe ti që je i padrejt dhe që ti mundohesh fëmijën tënd ta maltretosh dhe të kërkosh për fëmijës tënd në atë kohë dhe në atë moshë që ai të bjen ti e para në shtëpinë tënde e ti t'jesh në kokër shpinës dhe të bëhesh një dembel, këtë dembel dhe këtë njeri përtac Zoti nuk e don. Jo vetëm se këtë, por asnjë përtac dhe asnjë njeri i cili është pasiv në jetë, Allahu Dhul Xhelal nuk e don. Për atë na e këshillojmë veten dhe i këshillojmë të gjithë ata të cilët janë dembela. Mundohuni dhe emanetin e Zotit çoni në vend. Mundohuni dhe mos i maltretoni fëmijët e juve që ata të shkojnë para kohës të punojnë, se koha e tyre është mësimi, koha e tyre është leximi, koha e tyre është edukimi, kurse puna do të vjere, se ato nuk do t'i hik puna, sikurse na ka ardhur neve puna kur kemi dashën të punojmë, por para se gjithash prindit tonë dhe prindrit e shumicës të besimtarëve na kemi shpresë se ata mundohen fëmijët e tyre t'i shkollojnë, t'i edukojnë, e pastaj me kalimin e kohës edhe do të punojnë. Pra, nëse ka për atyre, sikur se rastin të cilën e pam në emision, atëherë themi për dembelin nuk ka vend e as në xhenet. Atëherë mundohu ti që je përtacës, kërkojsh falje të Zotit, kërkojsh pendim të Zotit, sidomos në këtë muaj të Ramazanit, ku është muaj mëshirës, është muaj rahmetit, është muaj bereqetit, e kërko falje sa më tepër, kërko pendim sa më tepër,
por kërko falje për maltretimin dhe për atë çka ti ja u bën fëmijëve tu, atëre përveç i krahët mundohu që ti ta kërkosh rizkun tant, që inshallah Zoti të qep bereqet në familje e Allahu të furnizon tepër e më tepër. Na lutim Allahun dhul xhelal edhe një herë, sikur se thamë edhe në fillim, por edhe tani që lutjet tona, duajet tona në këtë muaj të Ramazanit, Allahu inshallah të na pranon. Zoti është shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. We'll see the Ramazani. We'll see the Ramazani. We'll see the Ramazani.